përzgjedhja e shoqërisë dhe e miqësisë të mirë. Mi zgjedh shokët, rrethin e mirë. Pse? Thot Allahu në Kur'an: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Bëj durim e qëndro vetëm me ata që e lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që kanë për qëllim kënaqësinë, razinë e Allahut. Dhe mos i hiq syt e to prej atyre që kërkojnë bukuritë e kësaj dunjaje, dhe çka thot në fund, mos i u bind atij që ja kemi shmangur zemrën e tij prej përmendjes së Allahut. Ata që kena largu prej përmendjes, që e ka haru Allahun, mos u shoqëro me ata, mos e merr për shok. Sepse thot Allahu në Kur'an në fund të këtij ajetit, puna e tij vetë se ka mbaruar. Andaj besimtari Allahu urdhëron në këtë ajet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ummetin e tij që të jenë të qëndrueshëm dhe të shoqërohen vetëm me besimtarët e sinqert, besimtarët të cilët janë në përkushtim të fesë islame, janë të bindur, të nënshtruar të porosive të Allahut dhe të porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj fundi i ajetit: "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Mos ju bind atij që ja kemi shkujdesur zemrën prej përmendjes son dhe i është dhënë epshit vet, e ka pasu epshin e vet, kënaqësinë e vet, sepse puna e tij ka mbaruar. Andaj për këto njerëzit e tillë që kanë haruar Allahun dhe pasojnë në vepra të këqija, në fjalë të këqija, Allahu vetëm se u ka mbaruar çështjen e tyre me ndërimin e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të njohur thot: "Njeri është në fenë e shokut të tij, andaj kujdesuni se kë e merrni për shok." Njeriu është në fenë e shokut të tij. Në komentin e këtij hadithi, Ebu Sulejman al-Khatibiu thot: "Kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu është në fenë e shokut të tij, kjo do të thot se nuk duhet të bësh shok vetëm atë që janë të kënaqur me fenë dhe besimin e tyre. Duhet të bësh shok vetëm atë që është i kënaqur me fenë islame dhe me besimin në Allahun e Madhërisht. Sepse kur i ban këto shok të mirë, i merr për shok, atëherë këto kanë me të udhëheqën fenë dhe metodën e tyre. Ndërsa nëse shoqërohesh me shoqëri të keqe, këto kanë me ta rreziku edhe besimin, mirë po kanë me ta rreziku edhe shpirtin, edhe kanë me mbyll zemrën tënde për pastrimin e shpirtrave. Allahu na ruaj. Andaj shokët e mirë kanë ndikim shumë të madh pozitiv, kanë shumë hajër dhe japin shumë mirësi, begati në shoqërim me ata. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Shembulli i një shoku të mirë me një shok të keq është sikur se shembulli i atij që mban erën e miskut dhe i atij që punon hekrin." Pse? Se ai që e mban erën e miskut, ose ki me blej prej atij, ose ka me dëdhan, ose ki me marr erë prej erës atij. Ndërsa ai që punon me hekër, shoku i keq në këtë rast, ose ka me t'i djegë rrobat, ose ki me marr erë të keqe prej tij. Shembullin që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka të bëjë me këtë rregull, dallimi mes shokut të mirë dhe shokut të keq. Andaj njeriu duhet ta zgjedh, ta përzgjedh shokun e mirë që do ta ndihmon në të mirë, sepse ata, shoqënia e mirë, janë ndër shkaqet kryesore të pastrimit dhe përmirësimit të shpirtit. Si dhe duhet ketë kujdes nga shokët e këqij dhe ata që e përhapin zullumin, i përhapin veprat e këqija, fjalët e këqija e kështu me radhë. Dhe prej gjërave që është e njohur se njeriu natyrshëm është shoqëror, duhet shoqërohet, ka nevojë ta ndan gëzimin dhe mërzinë. Ka nevojë ta ndan gëzimin dhe mërzinë, ka nevojë të shoqërohet me dikë. Dhe për këtë fakt, Allahu i Madhërisht që mos ta humbë robi rrugën e tij, ta mban stabil, një prej mundësive që ta mban në rrugën e tij të drejtë stabil robin, i mundsohet shoqëria e mirë, edhe të ndalohet nga shoqëria e keqe. Andaj shoqëruesi i mirë mund ta nxjisë shoqëruesin e tij të bëhet më i drejtë, më i mirë, duke e ndihmuar në përkushtimin e madhërisë së Allahut. Pra nga gjithë kjo që e tham këtë pikë, kuptojmë se rëndësia e përzgjedhjes së shoqëruesve të mirë është shumë e madhe në Islam, të cilët mund të na ndihmojnë në rritjen, zhvillimin dhe pastrimin e shpirtrave tonë.